Besoj e kam këtë dobësi, besoj të gratë më shumë se të burrat, por nuk kam ndërmend ta korrigjoj këtë dobësi. Kam shumë respekt për ish rektorin, por jam më entuziast për rektoren, që t'jemi të qartë, kështu që ç'a të them tani, kështu çdo njeri ka të meta dhe veta. Se m'vjen për të qeshur se para se të vija këtu më doli në rrugë një vlonjat, tha nuk kisha ndërmend ta të jepja votën ty, tha, se s'ta kam dhënë ndonjëherë, tha, po këtë herë do ta jap, tha, vetëm për një gjë, tha, që ke thënë, tha. Çaj tash unë se prita në fakt, më kapi mbefasi, që ke thënë që gjysma e burrave janë çuryk, tha. I thash unë, ai ma shpjegoi, po ma shpjegoi shumë vlonjatshë, unë nuk e them dot këtu. Ma shpjegoi shumë vlonjatshë, kishte shpjegimin perfekt ai, kishte shumë të saktë, po ishte shumë vlonjatshë, nuk thuhet se s'na kupton pjesa tjetër e Shqipërisë. Po i thash unë, domethënë ti do vish të votosh për mua, i thash që ti provosh vetes që s'je ke ajo gjysma tjetër. Jo, tha. Edhe ma shpjegoi, ishte perfekt shpjegimi. Gjithsesi, unë besoj shumë që ne kemi shumë mundësi këtu në Vlorë. Sot, mbas pak, do firmosim një marrëveshje mirëkuptimi me një ndër kompanitë më të mëdha të botës